أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun e lartë madhërisëm, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtaret të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bekuar islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, në muajin madhështor të vitit, të cilin muaj Allahu e ka dalluar nga 11 muaj tjerë. E ka dalluar për shkak se është muaj i shpalljes së Kur'anit. Allahu i lartë madhërisëm në ajetin 185 të surës Al-Baqara thotë: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin u shpall Kur'ani, që është udhëzim për njerëzit, që është sqarues i të vërtetës prej të pavërtetës, dallues i besimit prej mosbesimit, dallues i asaj çka është e mirë prej asaj çka është e keqe. Dhe për shkak se Kur'ani si udhëzim për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë të Allahut është begatia më e madhe për njerëzimin, me të cilën Allahu e nderoi njerëzimin në përgjithësi dhe ummetin islam në veçanti. Atëherë besimtarët musliman, ata të cilët e përjetojnë këtë muaj dhe janë në rrugën e drejtë të Allahut, janë shëndosh dhe mirë, le ta falenderojnë Allahun për begatin e Kur'anit, për bereqetin e madh të Kur'anit, le ta falenderojnë Allahun duke agjëruar. Pra këtë muaj, vëllezër dhe motra të nderuara, ta shfrytëzojmë duke lexuar Kur'an, për shkak se është muaji i Kur'anit. Besimtari dhe besimtarja e ka për obligim që gjatë gjithë vitit, edhe gjatë gjithë jetës, të shoqërohet me Kur'anin famëlart. Mirë po, me theks të veçantë, në muajin e Ramazanit, besimtarët duhet ta shtojnë leximin e Kur'anit. Pse duhet ta shtojnë? Për shkak se është muaji i Kur'anit. Për shkak se Allahu xhelle shanu këtë muaj e ka dalluar nga muaj tjerë. Për shkak të bekimit, të shenjtërisë së kohës së Ramazanit, kur veprat e mira shumë fish përblehen dhe sidomos edhe leximi i Kur'anit ka shpërblime të mëdha te Allahu xhelle shanuhu. Dhe çështja e leximit të Kur'anit është ngushtë e lidhur me çështjen e agjërimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yawm al-qiyamah." Agjërimi dhe Kur'ani do të dëshmojnë ose do të ndërmjetësojnë për agjëruesin dhe për lexuesin e Kur'anit në ditën e Kiametit. Agjërimi do të thotë: o Zot, unë robin tënd e privova gjatë ditës së agjërimit nga haja, pija dhe epshi,
dhe pasi që ai e respektoi urdhërin tënd, atëherë më lejo që të ndërmjetësoj dhe Allahu e pranon ndërmjetësimin e agjërimit. Kurani thot: o Zot, unë robin tënd gjatë natës e privova nga pushimi, pasi që ai më lexoi. Atëherë, o Zot, më lejo dhe pranoje ndërmjetësimin tim. Dhe padyshim që Allahu e pranon ndërmjetësimin e Kur'anit, pra Kur'ani ndërmjetëson për lexuesin e tij në ditën e Kiametit. Gjatë muajit të Ramazanit, pra mos ta çojmë kohën kot, për shkak se sa më tepër që lexojmë Kur'an, nuk na mbetet hapësirë për me kalu kohën kot, për shkak se agjërimi duhet që të jetë besimtari, që gjatë agjërimit mos ta njollos agjërimin e tij, sepse agjërimi njolloset me përgojime, me thashtheme, me fjalë të kota, duke kalu kohën kot, ndërsa agjëruesi porositet që ditën edhe natën të jetë adhurues i denj, sidomos duke lexu Kur'an. Dhe duke lexu Kur'an, ai padyshim se e pastron veten e tij, e pastron agjërimin e tij dhe agjërimi i tij e merr formën e plot tek Allahu dhe përveç se shpërblehet për këtë agjërim, shpërblehet shumë fish për leximin e Kur'anit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men qara harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha. Kush lexon një shkronjë nga libri i Allahut e ka një mirësi të madhe, një sevap të madh, dhe sevapi e ka 10 fishin e shpërblimit. E në qoftë se ne e lexojmë Kur'anin dhe së paku ta bëjmë bile një hatme, po edhe më tepër se një hatme gjatë muajit të Ramazanit, atëherë shumë fishimi i shpërblimeve padyshim se do të jetë evident dhe Allahu do të na nderoj me shpërblime të shumta në muajin e Ramazanit, me agjërimin që e bëjmë, me leximin e Kur'anit, po edhe me shumë vepra të mira me të cilën Allahu ka garantuar shumë fishimin e shpërblimit. Gjatë muajit të Ramazanit, pra besimtarët duhet të lexojnë shumë Kur'an, po edhe ata të cilët nuk dinë të lexojnë Kur'an, duhet ta mësojnë sa më shpejt librin e Allahut, të prezantojnë në xhami, në ligjëratat, në këshillat kur'anore, po edhe në xhamit tona, elhamdulillah, organizohet mukabele, lexon imami i xhamis para xhamatit, edhe dëgjimi, vetë dëgjimi i Kur'anit ka shpërblime të shumta dhe vetë shpjegimi i tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi azza wa jall yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakina. Një popull kur të bëhet në xhami, në shtëpitë e Allahut xhelle shanuhu, e lexojnë Kur'anin dhe studiojnë ndërmjet veti, tek ai popull, tek ai xhamat, Allahu e zbret qetësinë mbi atë xhamat, e zbret mëshirën e tij, atë xhamat e rrethojnë me laçet, po dhe Allahu i përmend tek ata që janë prezent tek ai, pra me laçet e tij. Edhe kështu mirësi të shumta ka leximi i Kur'anit në Ramazan. Lutem Allahun e lartë madhërisëm që Kur'anin ta bëj pranver të zemrave tona, largues të brengave tona, realizues të dëshirave dhe të aspiratave tona. Ju faleminderit, paqja, agjerim të pranuar dhe të shpërblyer tek Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.